Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, PDU. Zoti Idrizi, faleminderit. Kënaqësi që të kam në studio live. Futemi me njëherë në terrenin e zgjedhjeve. Fillimisht përse bët aleancë me opozitën? Dhe keni patur ndonjë ofertë ose negociat me PS-n? Sigurisht që përveç ndryshimet që ndodhen në kodin zgjedhor, duke përkeqësuar akoma atë do të thoya se keni parasysh ne kemi sistem proporcional rajonal që nga viti 2008 me 12 qarqe, duke huazuar modelin spanjoll. Në fakt nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë, por le të themi që kishim atë sistem ku bëhej fjalë që baza e atij sistemi ishin koalicionet e përbëra. Dhe prandaj edhe kishim edhe dy formulat Dehon dhe Lagrange pra ndajeshim brenda koalicioneve, ndërmjet koalicioneve dhe brenda koalicioneve. Ky u prish në mënyrë të njëjtshme në vitin 2021, duke ndryshuar madje edhe kushtetutën, edhe ky sistem që ishte, me gjithë problematikët e saj, dhe nëse ju kujtohet, atëherë u përdor si arsye që do hapeshin listat. Pra u prish kushtetuta, edhe u ndryshua kodi zgjedhor në Miljan, sepse do hapeshin listat, shpresonim kështu. Por çuditërisht, mas disa vitesh që nuk funksionoi as Komisioni për Reformën Zgjedhore, ku të paktën ne ta adresonim vetëm ato që kishte theksuar OSBE-u diri, dhe që nuk ishin të lehta për të përmirësuar, jo dhe që nuk u bë gjë, po në fund fare dy partitë mëdha, në një komision ku nuk përfshihej asnjë nga forcat e tjera politike, ranë dakord që të krijonin një sistem që jo vetëm që i mbyllte listat, por 30% e tyre madje do ishin persona të cilët as nuk do të votoheshin. Duke e bërë akoma më të vështirë dhe mors, do të thoja, gjithë sistemi, sidomos për ata të shëquajtur partitë vogla. Po unë jam i bindur që ka qenë një gafë elektorale e Partisë Demokratike, sepse ne përballë një majorancë të stërmadhe me pushtetet cila kishte deklaruar që do të hynte vetëm në zgjedhje, ishte opozita ajo që kishte nevojë që të krijonte një sinergji sa më të madhe midis forcave opozitare dhe vetë fakti që 30% e listave do ishin mbyllur, apo kur flasim për 30% të listave i bie gati 80% të mandateve apo mos më shumë ishin të mbyllura, sigurisht që kjo e vështirësonte edhe akomodimin. Por në këto kushte sigurisht që edhe PDU-ja do vlerësonte peshën e saj specifike dhe do të rreshtohej. Do të rreshtohej në këtë rast me Partinë Demokratike, është natyrshme, kemi qenë me të në vitin 2025, në 2021, në 2017, në 2013, në 2011. Pra nuk është se kemi bërë në një rrështim të ri. Pra edhe herë tjetër, i gjithë ky kod zgjedhor dhe gjithë të ndryshime që u bën jashtë vullnetit ton, na detyronim ne që të rreshtoheshim në një koalicion, në mënyrë që PDU-ja të vazhdonte të ishte parti parlamentare për të mbajtur kauzën dhe vokacionin e saj. Keni dy vende, apo jo? Po tjetër ku kandidoni? Përveç kryeqytetit, ju jeni në listë hapur, zonja Doda është në listën e mbyllur të koalicionit opozitar, po qytetet tjera ku i keni kandidatët? Ne kemi kandidat në listë hapur në Vlorë, në Fier, në Durrës, në Tiranë, në Elbasan, në Lezhë, në Korçë, edhe në Shkodër. Pra kemi nga një që se radhe jo që e bonë si deshën vetë, edhe pastaj ja kërkojmë përgjegjësi dikujt tjetër, por nëse të shohësh edhe listën e votimit, ne kësaj radhe nuk kemi as siglat tona për krah, s'kemi as numra, po mundohemi që të mësojmë mbështetësit e PDU-s që diku aty në mes listës gjen përfaqësuesin e PDU-s. E zgjodhët vetë ishit në listë hapur, është një sfidë. Jeni të paktët kryetar partish, jeni listë hapur. Shiko, realisht duke menduar që edhe duke e theksuar këtë gjë. Kjo nuk është listë e Partisë Demokratike. Kjo është listë e koalicionit. Po. Ku padyshim që pesha specifike e PDU-s duhet të mbartej në këtë koalicion. Dhe fillimisht ram dakord për 2 mandate, pastaj në fund fare si të bëhen këto gjërat. Nuk u bëhem mundur kjo gjë, sepse të tillë erdhën situatat dhe pranuam një në listë të hapur, në listë të mbyllur, dhe sigurisht në gjithë to qarqe tjera në listë të hapur. E thënë kështu, kishe shumë arsye që unë të dilja në listë hapur. Spari, këto janë zgjedhje politike dhe në çdo rast kryetari i partisë do dalin në listë të hapur.
në mënyrë që të mobilizoj të gjithë votuesit, por edhe i takon atij që dalin në listë hapur. Imagjinoni në një moment që nëse unë do isha në listë mbyllur, do ishte besoj shumë e vështirë që për gjithë mbështetësit dhe për gjithë simpatizantët e PDU-s në qytetin e Tiranës të ishin të angazhuar dhe të mobilizuar. E njëjta gjë në Fier, e njëjta gjë në Elbasan, në Vlorë, Sarandë apo Mëngjër. Nga krau tjetër, do dëshiroja shumë që gjithë ta që bën këtë kodin, padyshim që edhe kryetarët e partive do dilin në listë hapur. Ky është rasti për dalë në listë hapur edhe si kryetar partisht. Por ishte edhe një mundësi, ju e dini që në Tiranë kemi pas gjithmonë në rendin e 10.000 votave, në këtë mënyrë duke dalë kryetari i partisë në listë hapur, do të kishte mundësi që të motivoheshin dhe për të mundësuar arritjen e një mandati të dytë në Tiranë edhe në 2 zona tjera që ne po punojmë. Nuk keni marrë shumë vota, duhet theksuar në zgjedhjet e kaluara, mbi 7.500, 7.800 mos gaboj. Po dyja ka pas 10.000 vota, personalisht kam qenë ke 7.800 votat, më i votuar nga këta kryetarët e partive aleate, po edhe i 4 po donin në gjithë listën e PD-s. Po dyja gjithmonë ka pas këtë peshë në Tiranë dhe sigurisht për këtë jam optimist që të kalojnë në listë hapur. Unë besoj që mos për kryetarët e partive, apo ata që janë persona politik të fuqishme në partitë e tyre, duhet t'i adresoheshin pikërisht votuesit për ta mobilizuar, galvanizuar, le të themi. Megjithatë, zoti Drizi, unë jam dakord me atë që thatë që ishte një gaf elektorale ky sistem edhe nga ana opozitës, sepse ju mund të merrni edhe 20.000 vota, 30.000 vota dhe mund mos mjaftojnë në 12 maj, apo jo. Është një sistem pak i çuditshëm. Ky është sistem, prandaj thashë që në fillim është i çuditshëm që ne kemi marrë modelin spanjoll, i cili është krijuar për baskët, pra për t'i kapsuluar baskët, prandaj kanë bërë kështu me rajone ata. Edhe ne kemi marrë këtë sistem në vitin 2009 me kritikat e saj të vazhdueshme që i dëgjojmë 2008 rëndon, marrëveshja pas gërdesit. Po edhe ka qenë marrëveshje. Por edhe ajo sot nuk kemi më të njëjtin sistem. Ky sot është një mutacion i atij të atëhershëm. Sepse ai ishte i padrejtë në vetvete, për shembull, duhej që në Tiranë mund dilte një mandat me 3% të votave, në Kukës duheshin 33% të votave, apo 25% të votave. Pra babarazia e votës është evidente me këtë sistem, po edhe ashtu si ishte një sistem i cili bazohej mbi koalicion. Ju kujtohet që ishin koalicionet e përbëra, pra ne bënim koalicion, po ju e kishte listën e vet, le të themi me 37 kandidat, merrte votat e vet dhe pastaj ndante mandatet brenda koalicionit. Prandaj është formula e Lagrange dhe D'Hondtit. Fillimisht midis koalicionit, pastaj brenda koalicionit. Në mënyrë të njëanshme, në 2021 ishin pikërisht për të prish koalicionet. Partia Socialiste e ndryshoi kushtetutën në një rast pa precedent, sepse kushtetutat ndryshohen ose me referendum, apo është një proces i tërë akoma më shumë, siç është miratuar kjo. Po atëherë na u tha që e prishim kushtetutën, jo thjesht vetëm për të pamundsuar koalicionet, por se do hapeshin listat. Tani listat jo që nuk u hapën, po u mbyllën pothuajse fare. Dhe kanë absurdin tjetër, që këta që janë në listë mbyllur as nuk votojnë hiç. Nuk votojnë, se mund të votohesh, janë listë mbyllur, votojnë. E kuptojnë që do ishin aty për shkak zgjedhjes së partive, po të paktën kishin një raport të ndershëm edhe me votën edhe me qytetarët. Pra sot jemi në një sistem të përçunduar dhe shumë të pafavorizuar për ato që quhen partitë vogla. Sigurisht që çdo parti dhe madje do thoya çdo individ, nëse sot do kishte mundësi që të punsonte 192.000 veta, sa janë shtet, sigurisht që nesër do gdhejë partia e madhe, se 192.000 veta, me 4 veta në shtëpi bëjnë 600.000 vota. Megjithatë, zoti Drizi kam vënë disa eksponent të opozitës, të PD-s kryesisht, që thonë edhe kaq që janë të pamerituara, edhe ju, dhe jush kanë pas kritika se her pas here keni bashkuar votën me majorancën në kuvend. Në një reagim edhe për këto pretendime që vijnë nga një pjesë eksponentëve të PD-s. Tani, prandaj është partia madhe se ka shumë eksponente ca bëjnë e ca s'bëjnë. Po nuk jam për të përgjigje aty, po kësaj të dytës po, sepse e kam dëgjuar rëndomt, është një e pavërtet e madhe që në këto 4 vjet PDU e ka bashkuar votat me majorancë. E kam bërë një studio tjetër, do e bëj këtu, do e bëj vazhdimisht sa herë që të ngrihet kjo çështje. Ne do rrim këtu, besoj,
se di, 15 minuta, 20 minuta, 30 minuta. Kemi ko. Dhe unë juftoj që ta veni regjin tuaj dhe të gjeni qoftë një votim të PD-us me majorancë. Për te faktit që ne kemi votuar për rastin e marrëveshjes me Italinë. Është i vetmi votim që PD-uja ka bashkuar votat me majorancë. Ka qenë një votim politik, e kemi bërë hapur, pra kemi votuar dhe kemi shpjeguar votën, duke thënë që ky është një votim politik, sepse Italia ka mbështetur gjithmonë Shqipërinë pa kushte, edhe në situata shumë të vështira për ne, dhe ishte hera e parë që Italia kërkonte një gjë nga ne dhe ne të ishim pa kushte. Por kjo ka qenë edhe për të treguar një gjë tjetër, shumë të rëndësishme për ne. Një ditë përpara, kryeministri i Greqisë deklaronte që integrimi i Shqipërisë kalon nga Greqia. I kam lidhur dyja bashkë, kam thënë, jam këtu për të thënë edhe me këtë votim që për ne shqiptarët, për PD-un dhe për gjithë shqiptarët, integrimi i Shqipërisë kalon nga Roma, nga Berlini, nga Washingtoni, nga Parisi, dhe ky është vokacioni me cilët kemi dashur të tregojmë me këtë votim. Ne nuk kemi votuar as për amnistin, për shembull, ne kemi qenë pro, amnistia duhet bërë, por me që ne aty, siç u treguam vonë, kishte një dakordsi edhe për ata që ishin dënuar apo hetuar nga SPAK, sigurisht që ne nuk e votuam. Ka raste ku dhe PD-ja ka votuar plot herë për marrëveshje, ndryshe se në fakt madje më shumë se sa ne jemi në parlament pikërisht për të votuar ato ligje, për të modifikuar ata pra me propozimet e opozitës, sepse ligjet bëhen për gjithë shqiptarët. Por unë mund të tregoj shumë raste ku Partia Demokratike ka bashkuar votat me Partinë Socialiste, siç është rasti ky i fundit për kodin zgjedhor, apo për amnistin, apo shumë raste të tjera, sa herë që kanë dashur me fjalë i bashkojnë këto, po këta nuk u japin llogari kërkujt. Pra, është pa vërtet e madhe që PD-uja ka bashkuar votat. Sigurisht që nuk do të harrojmë që ky mandat ka qenë një mandat i pazakont, por rreth 2 vjet ne ishim detyruar të qëndronim më njanë sepse Partia Demokratike ishte në një luftë të brendshme, deri në luftë civile midis tyre, pastaj një vit ishte revolucioni, karrike, gjitha këto, dhe PD-uja sigurisht që nuk do të përfshihej në një betejë të brendshme brenda partisë më të madhe opozitare në Shqipëri, ashtu si ne kemi qenë shumë të zëshëm për kauzat tona, për ato që ne mbrojmë, por edhe për të kritikuar edhe më shumë se sa kaq majorancë. Çka kam parasysh këtu? Pra, ka një mënyrë për të djeg karrike për dalë është një formë opozitarizmi. Po, ne kemi qenë detyruar që të jemi të tërhequr sepse po pritshim që të mbaronte edhe herë tjetër. Çështje vulës, gjykata, historira, njëra tjetër dhe protesta, zgjedhje lokale. Por nëse ka pas, për shembull, ato që quhen votime politike, që edhe për ca nga këta që thotit opozita, apo edhe për teleshikuesit thjesht për sqarim, ato që janë votime politike janë votime për programin e qeverisë, janë votimet për përbërjen e qeverisë, janë votime për buxhetin. Tani ju kthehem edhe rekordeve tuaja, nëse ka pas fjalim për buxhetin i cili ka qenë gjithmonë kritik dhe vota kundra kanë qenë votat e PD-us dhe fjalimet e mia në mënyrë të vazhdueshme për buxhetin. Por ne kemi qenë të zëshëm edhe kur kemi thënë që nëse do shohësh kur ka ardhur puna dhe diskutimi për përbërjen e qeverisë, sigurisht që ka qenë rasti për të thënë me zë të lartë që ne kemi qeveri e cila ka një strukturë të deformuar, sepse kemi disa ministri që kanë nga 4-5, le të themi, nga 4-5 sektor të rëndësishëm brenda, ashtu që kemi 5-6 ministra pa portofol, apo disa bashkimet pa natyrshme, për shembull, shëndetësia me çështje sociale. Çështjet sociale janë një ndër shtyllat kryesore që ka shumë se çka të bëjë, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë nuk i del koha për inovacioni, kultura, ekonomia, apo heqja e Ministrisë së Diasporës, por për shembull, ne jemi munduar, opozita ka bërë mirë dhe Partia Demokratike këtë kritikën shumë herë edhe atë që quhet bejsbolli kushtetues, po ne jemi munduar që të ngrem ato që janë probleme madhore dhe që kanë nevojë për një debat. Për shembull, për te propozimet të Ministrisë së Diasporës, ne kemi 2.4 milion shqiptarë brenda apo kaq jashtë.
Për këta brenda kemi 11 ministri, 4 ministra shteti, 1000 institucione, për ata jashtë që po qajmë gjithë dhe po i kërkojmë edhe votën sot që të rrahim njëri tjetrin, këtu brenda ka 0 institucione, apo siç kemi propozuar për shembull për Ministrinë e Emergjencave Civile. Ju e dini që Shqipëria tashmë nuk janë rasti këto, ne dim që kur do përmbytet, kur do bllokohen rrugët, kur do bien zjarret, nuk janë më fenomene të rastishme, dhe sigurisht që një qeveri e përgjithshme, një strukturë të përgjithshme kupton që duhet marrë masa që këta që quhen emergjenca civile, mos jenë thjesht një drejtori ku del drejtori me një dek pemë dhe mundohet që të shumët e zjarret, për shembull. Pra, propozimet cilat që kanë të bëjnë me strukturën dhe mbi të gjitha me ato që janë në nevoja parsorë për qytetarëve. Kemi pas një mendim tonin për sistemin ton fiskal, apo për pensionet. Edhe këtu kam dalë apo shumë që për një ekonomi e cila duhet prodhoj. Janë tezat cilat po ju e kanë bajt, sepse ne jemi një vend që nuk prodhojmë, ne jemi vend që importojmë, kemi 5 miliard importet dhe 2 miliard eksportet, jemi vend që emigrantët na sjellin 1 miliard dollar, euro në vit dhe ne importojmë 1,4 miliard dollar në vit speca, domate, zarzavate, ushqime, kos, gjalp, djath, pra një vend i cili është vend prodhuesi gjithçka edhe do të ishte eksportues pak në prodhime bio, ku ne themi që do bëjmë turizëm po nënçmojmë bujqësinë, ku jemi vend që nuk futemi në vlerën e shtuar sepse prodhimi, inovacioni është ai që sjell vlerë të shtuar, pra dhe duhet të shohim gjithë modelin ekonomik dhe përqasjen. Shumë mirë turizmi, po turizmi, ju e di, vendet e zhvilluara 80% GDP-së kalon tek turizmi dhe duhet shoqëruar patjetër me industrinë ushqimore, me bujqësinë, po duhet edhe me prodhimin bazë, ne edhe herë tjetër, si mundesh ti të mbahesh vetëm me remitancat, le të themi, apo me importe. Pra dy gjëra që dallojmë sot janë importet dhe remitancat nga emigrant, po nga krau tjetër, për Ministrinë e Diasporës dhe për raportin me diasporën, nëse ka i parti që ka pas në themel dhe unë vetë kam studiuar që në vitin 2011, kur i kam propozuar Berishës me job description shumë qartë pra se çfarë duhet bënte kjo ministri, kemi krijuar atëherë Komitetin Kombëtar Diasporës, apo 2017, 2015, 2016, 2017 me kryeministin Rama, për të krijuar Ministrinë e Diasporës që e bën një ministri me 3 veta. Pa portofol, mandatin e parë dhe u shkryt. Dhe ne prapë kemi insistuar në çdo palë dhe në këto zgjedhje që ne sot nuk mund të jemi dot të pavëmendshëm që kemi një padrejti historike që ka dalë shqiptarët në 5 shtete, po ndërkohë kemi edhe 2 palë shqiptari. Kemi 2,4 milion që janë jashtë, edhe kemi dhe po kaq që janë brenda dhe po kaq janë jashtë. Ky sigurisht që ka sjellë problem shumë të madh, atë janë vëllezërit e motrat tanë. Sigurisht që do të jemi mirënjohur sepse ata sjellin 1 miliard euro në vit si remitanca, po ne nuk mund të mjaftohemi me ta, vetëm që na sillni 1 miliard dollar apo euro dhe tani hajdeni ju se unë do rrah arbrin, pra hajde votoni për mua që të rrah unë arbrin apo anasjelltës. Jo. Në vendet të cilat kanë një diasporë kaq të madhe, siç e thash, kemi 11 ministri, 4 ministria shteti, 1 institucione, për këta 2,4 milion shqiptarë që janë brenda dhe kemi 0 për këto që ne i kërkojmë tani që të vinë dhe të ndihmojnë. Tani, jam marrë shumë me këtë problem dhe më leni të them pak që të shpjegoj se kush është qëllimi me cilit ne do vazhdojmë të shtyjmë. Kam studiuar qysh herët, bashkë me Adrian Ullaren dhe me grup shumë të mirë, qa bëjnë shtetet të cilët kanë një imigracion të madh, pra nuk kanë një imigracion të normal, pi 30, 40, 50% të popullsisë që kemi ne, apo që kanë një diasporë të fuqishme. Dhe është shumë interesant, kam studiuar rastin e Armenisë, dihet që Armenia ka një diasporë shumë të organizuar, rastin e Izraelit, edhe Izraeli ka një diasporë shumë të zhvilluar, rastin e Italisë po ashtu, rastin e Irlandës po ashtu, dhe rastin e Greqisë po ashtu. Të gjithë këto vende janë vendet të cilët kanë një diasporë shumë të organizuar dhe të fuqishme, ku dushti. Por këto vende, po t'i shohësh, nuk janë vende që kanë një popullsi 50 milion, 7 milion, 100 milion, 200 milion. Po të shohësh Izraeli, Irlanda që po marr, Armenia. Nuk e kalojnë 10 milion. Pra janë aty po dush edhe me Shqipërinë, po t'i mbledhësh bashkë me Kosovës. Ç'a i bën ata? Ata kanë kuptuar
që jo vetëm si një detyrim që ne kemi kasim motrave dhe vëllezërve tanë, unë vetë kam vetëm një motra dhe motra ime është në Kanada. Pra kemi këtë ndjeshmërinë njerëzore sepse janë njerëzit tanë. Por për te kësaj, të gjithë këto vende që kanë detyrimin dhe i kanë bërë këto që t'jeni diasporë e fuqishme në radhë parë aty që janë vendet të cilat bëjnë gjithçka për të ruajtur gjuhën. Po e them që një mësues grek që shkon në Argjentinë, në një shkollë greke që ka hap shteti grek, dhe punon vetëm 5 vjet del në pension pastaj. Po ju marr një shembull, Pra, ne duhet kuptojmë që ata motrat e vëllezërit tanë që e mbajnë dhe e kanë ndihmuar shumë ekonominë shqiptare, kanë nevojë që të ruajnë aty gjuhën shqipe, trashëgiminë kulturore, mos kenë probleme me dokumentat që unë isha tani në Amerikë, thotë po mirë, gjyqës timi e ka marru pasaporta nuk i se çfarë dhe duhet shkonte në New York ku ishte konsullate, që ishin ja 2 veta aty për shembull, si ta bëjnë këtë. Pra, rujtja e historisë, trashëgimisë gjuhës shqipe është e rëndësishme dhe duhet ta bëj shteti shqiptar. Sigurisht faciliteti i dokumentacioneve të tyre do ta bëj shteti shqiptar. Po shteti shqiptar do të bëjë dhe gjë tjetër, se shohin ata televizorin darkë, kemi ndarë ata me PS-n, me PD-n, me LSI-n, me PD-n. Më falë, ne duhet i shpëtojmë, sepse ne duhet i interesojmë, duke ndjerë ata kujdesin e shtetit tyre, ata duhet të kompaksojnë që të bëjnë të organizuar aty ku janë, që të bëjnë një forcë elektorale dhe të rëndësishëm aty ku janë. Imagjinoni tani shqiptarët në Itali që shteti shqiptar të hapi shkollat shqipe kudo, të çojë mësuesit nga Shqipëria, ta ruaj identitetin, trashëgimia ta mbaroj. Diskutim shumë i gjatë prandaj. Jo, nuk është i gjatë fare se po flasim për emigracionin të gjithë. Dhe ata të jetë organizuar aty ku janë. Ti bëjmë të rëndësishëm aty ku janë që të konkurojnë për këshilltar, unë kam përshtypjen do vi tashmë që ka vota. Jo, vota është... Do ta sjelli, vota do ta sjelli nuk e sjell votat. E sjell interesi dhe vëmendja e shtetit shqiptar për detyrimin që kemi për karshi atyre. Por ne kemi absurdin tjetër. Ata duhet të shtuar për shkak të votës. Ne kemi, po edhe për votën e para herë bëm shumë vonë dhe ju e dini sa votojnë, po më falni, ka një model tjetër që pra ne po i themi atyre që ju votoni se unë do të rrah Arbrin, s'po them Berisha do rrafi Rama Berisha, pra hajde ti tani që të rrahun këtë këtu. E para, ata janë njerëz që votojnë atje, e njohin jetën atje dhe do të jenë organizuar atje. Për ata do të bëjmë gjë tjetër. Ata, me që janë gjysmët e shqiptarëve atje, ju do ta dini që ata janë të papërfaqësuar këtu. Ne që kërkojmë ndihmë atyre, më gjeni një emigrant që 2 partitë të mëdha e kanë në listë mbyllur. Do të tregojnë ty se sa butafori është e gjithë kjo histori. Nuk ka asnjë emigrant në listën e mbyllur. Ndërkohë që ka një model tjetër që unë e di mirë, që në kohën e mbretit Zog, si rregull, një deputet vinte nga Vatra, një vinte nga Arbëreshët. Çfarë do të thotë? Ata duhet të kenë përfaqësuesit e tyre këtu në parlamentin e Shqipërisë, edhe me vende dedikuara apo dushti, se për 100 edhe herë tjetër kemi 140 deputet, kemi 192.000 të punësuar, kemi 11 ministri, kemi 4 ministra shteti, kemi 1.000 institucione për 2.4 milion, dhe kemi 0 për këta që po flasin. Dhe nuk mund të jetë kështu. Po është interesi, përveç përgjegjësia e shtetit shqiptar, që ata atje t'i organizoj, t'i bëjt fuqishëm. Po kam edhe një gjë tjetër. Ka shumë probleme me dokumentacionin, po ne duhet të kuptojmë një interes tjetër që duhet kemi. Sot për shembull është lejuar 2 shtetësia në Gjermani. Dhe shumë shqiptarë që kanë lënë 2 shtetësinë, pra kanë lënë pasaportën shqiptare atë, do ta marrin prapë. Është i tmerr legislacioni jonë. Prandaj ne kemi propozuar që të gjithë ata të diasporës së re apo të diasporës vjetër, të cilët me parimin sui sanguis, pra ka një perardhje shqiptare, ta marrin automatikisht pasaportën shqiptare. Pra bëhen qytetar shqiptar. Imagjinoni se çfarë forca e madhe se ne kanë krijuar problemin duke i pamundsuar këtu. Po padyshim që ne kemi edhe probleme të mëdha ekonomike sepse po i kujtoj atë që tha Tocqueville që Amerika u bë Amerikë kur rriti popullsinë, që do të thotë, ikja e emigrantëve, e vëllezërve motrave tanë, ka sjellë problem shumë të madh ekonomik për Shqipërinë, sepse ne kemi sot 800.000 punësuar, nga cili 192.000 shtet, dhe kemi edhe 800.000 pensionistë. Pra ne duhet të shkojmë aty drejt prodhimit.
Dhe ne duhet gjejmë mënyra që jo vetëm t'i bëjmë ata atraktiv, po mos shkojmë gjejmë investitorë në për gjithë botën, edhe në çdo cep globit, kur ata janë sot me rrugtim prej 3 dekadash, kanë para, kanë financa, kanë njohuri, kanë dieni dhe t'i drejtohemi atyre. E thënë kështu kemi shumë ne për të bërë për ta, dhe jo thjesht i kërkojmë votën. Ndërkohë, meqenëse po shkojmë deri fundit, zoti Drizi, kam një pyetje të fundit, sepse besoj do ndalemi edhe te pikat që do keni në program pasi filloj zyrtarisht fushata, do të kemi përsëri pjesë paneleve tona. Qasja që ka zoti Rama ndaj Greqisë, por edhe zoti Berisha. Në takimet që zoti Berisha mbajti në Athinë, kishte edhe njerëz të cilët janë kritikuar, akuzuar që janë ose kanë qenë pjesë e qarqeve nacionaliste agimit të artë. Nëse zoti Rama ka qenë më i prerë dhe ka përmendur edhe çështjen Çama. Spari për këto personazhe që përmend ti, siç është Bejleri, se besoj për atë e kishte. Besoj që edhe njerëz të tjerë aty. Kanë qenë disa tani madje edhe ju jeni kritikuar që jeni në një koalicion me një parti e cila ka një qasje anti çështjes Çama. Atëherë po nis nga kjo e dyta. Spari më duhet të theksoj që unë nuk e jap kënaqësinë kërkujt që e do podiun dhe çështën Çama jashtë parlamentit. Pra të ikja nga çdo koalicion dhe dinim vetëm, kemi marrë 12.500 vota në 2017. Në kohën që ne ishim me PD-n, 2017 PD-ja ishte me PS-n. E mbani mend apo jo, dhe qeverinë e përbashkët në muajin zgjedhor. 17 maj. Me 17 maj. Madje u turrën të dy palët që ta merrnin mandatin në PD se ne kemi edhe problemin tjetër me këtë kodin zgjedhor që na mburrën këta se populli voton, parimi sterilisë, populli voton këta dy numërojnë. PD-ja me PS-n, dhe pastaj na kërkojnë ne tjerëve. Dhe ishte pamundur për të nxjerrë mandat. Ose na e pamundsuan. Ne kemi bërë një marrëveshje politike të natyrshme që nga 2025 e 2011 apo të done me Partinë Demokratike. Dhe unë kam një marrëveshje të firmosur, se mora këtu me vete sot, po kam nxjerrë studi tjerë, po ta dërgoj, firmosur nga unë dhe nga Seri Berisha. Pra ne dy partitë kemi vendosur të kemi një koalicion. Ku dha aty e ke edhe çështjen e shqiptarë Çamërisë, edhe Ministrinë e Diasporës kemi ngujt prapë që me ardhin pushtet do ta krijojmë. Ndërkohë, koalicione formohen nga partia më e madhe është ajo që udhëheq koalicion që është Partia Demokratike, e cila e koagulon këtë koalicion. Dhe ne kemi bërë marrëveshje me Partinë Demokratike dhe kanë firmuar vetëm me Sali Berishën, pastaj nesër mora vesh janë edhe 25 parti tjera. Pra Sali Berisha ka pasur arsyet të bëjë koalicion me 25 parti tjera. Që do të thotë që nëse keni për të kërkuar se pse bëni koalicion me Durrën ka bëu zoti Berisha dhe unë. Unë kam firmosur vetëm me zotin Berisha. Po unë këtu kam një problem tjetër, që dua ta ndaj me ju dhe me televizionistin. Unë nuk kam dhe po diu s'ka asnjë problem me minoritetin. Përkundrazi, në bashkinë e Konisporit bashkëtojnë Çam minoritar me një kryetar bashkie Çam, unë kam plot miq nga minoriteti. Madje duket se kemi të përbashkëta si çështje të drejtave të njerëzit. Sigurisht që unë kam dhe do të kem vetëm me zotin Duri sa herë që ai tenton që të mohojë çështjen shqiptare Çamërisë apo mos nderojë siç ka qenë rasti i kësaj përplasjes. Padyshim që unë kam pas dhe do të kem gjithmonë probleme me Belerin dhe gjithë këta tjerët, që sa herë që bëhen bartës të agjentës së qarqeve ekstremiste greke. Ju e dini që për zotin Beleri kam qenë në mos i pare, 6 muaj para se ta vendosen, që kam dalë studio dhe me ju dhe me gjithë tjerë që thonë që asnjë parti politike nuk mundet dot të vendos apo të mbroj persona të tillë. Njerëz të dënuar për poshtërim të Republikës së Shqipërisë, dhe kjo për mua është gabim shumë i madh që ka bërë Partia Demokratike me vendosjen e Fredi Belerit për në himar. Unë s'jam marrë asnjëherë e votën se volën 10 votat e të tjerë, por që një njeri që është dënuar e ka shkruajtur dhe vetë është dënuar për poshtërim të Republikës, është akuzuar për masakrën e Peshkopis, deri thotë që ju jeni nga Kaukazi dhe ky do helenizoj Shqipërinë, ky do të jetë i papranueshëm
edhe për shpëtimi Drizin, edhe për PD-n, edhe për PS-n dhe për gjithë forcat politike. Nëse Vajnjel Dulja, se për çështjen e Çamërisë mbroj vetë, mban herë qëndrime kundra interesit të Shqipërisë, sa herë që vjet censusi, ju e dini që jam nga më të zëshmi, kam 10 vjet. Apo për minoritetin e për këto historirat që na dalin në pasere, unë besoj që ne kemi qenë gjithmonë të zëshëm, por nëse Dulja është i papranueshëm për këtë pjesë, edhe për këtë pjesë, unë mendoj që Dulja atëherë duhet të jetë i papranueshëm jo vetëm për PD-n, duhet të jetë edhe për PS-n, edhe për PD-n, edhe për gjithë forcat e tjera politike, sepse ne nuk duhet dhe nuk jemi të dizenjuar si anti-grek. Ja, ne mbrojmë interesat e Shqipërisë dhe shqiptarëve, sepse nëse ka komunitet dhe parti që do të ketë marrëdhënie të mira me Greqinë, sepse ne duam të kthehemi në vendin tonë, në shtëpiat tona, është pikërisht PD-ja. Po ama ne nuk mund të heshtim, si që heshtim 2 partit të mëdha dhe këtu njona flet tjetra e le, edhe për çështjen Çame, ku u desh shtysa propozimi i PD-s që bënte bashkë PD-n dhe PS-n, që Parlamenti i Shqipërisë mas 84 vjetësh të mbante një qëndrim politik dhe të kërkonte Parlamenti i Greqisë që të heqë ligji i luftës, që për çfarë po flasim. Pra, të dy këta nuk po hy kush është më i mirë për keq se jemi akoma në fushatë me njërin jam alat. Duhet që ta shohin me Greqinë të gjitha raportet, jo me syrin e çështjeve të brendshme. Pra ne ngatërrojmë në mënyrë sistematike se mos këto dy. Bëjmë politikë të brendshme me politikë të jashtme. Dhe ky është një ndër handikapet më të mëdha që ka politika shqiptare, sepse ne mos bim dakord. Po për politikë të jashtme duhet të jemi të gjithë bashkë, sepse ato janë vjet e kuqes Shqipërisë, për ligjin e luftës, për çështjen Çame, për detin, për varrezat, unë nuk e kuptoj dot se si dy forcat e mëdha politike mund të flasin për efekt të problemit të brendshëm, pra çështjeve të brendshme mund të flasin me gjuhë të ndryshme nga njëra tjetra. Nga kjo anë, PD-ja nuk do të ekzistonte i nderuar nëse këto 2 parti të mëdha, siç e kanë, do kishin detyrimin që ta trajtonin çështjen e shqiptarëve të Çamërisë me reciprocitet, me dinjitet. Edhe në fund të kësaj interviste, zoti Drizi, faleminderit. Kënaqësi që të kisha në studio live, por do të kemi përsëri pjesë paneleve tona për të folur edhe për programin dhe çështjet e tjera që do dalin me fillimin zyrtar të fushatës. Faleminderit shumë. Ju falenderoj për ftesë. Duke dua të vijojmë përsëri bisedën, kam dy të ftuar